Tragjedi në Itali, studentja përplaset nga kamioni në vijat e bardha, merret zvar disa metra, shoferi nuk e kuptova. Një ngjarje e rëndë shënuar në Savonat Italis, ku një 22 vjeçare humbi jetën në një aksident teksa po kalonte rrugën. Mediat vendase bëjnë me dije se ajo godit nga një kamion duke zënë nën rrotat e tij. Përpjekjet e shpëtimit ishin të menjëhershme, por nuk ishte asgjë që mund të bëhej për studenten 22 vjeçare. 22 vjeçaria po kalonte rrugën kur u godit nga kamioni. Rrethanat janë ende nën hetim, por sipas dëshmitarëve, vajza ishte duke kaluar në vijat e bardha, ndërsa semafori ishte jeshil. Shoferi, pasi e goditi me kamion, e mori zvar për disa metra pasi nuk e kuptoi se kishte përplasur. Ndërkohë policia ka arrestuar shoferin teksa vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë.